Paraditën e së entes me 1 maj, trafiku në dalje të qytetit të Shkodrës drejt Baqallëkut, Shirokës dhe Muriçanit ka qenë të eti rënduar. Situata i ngjante një ditë tipike të muajit gusht, kur sezoni turistik është në kulmin e tij dhe qarkullimi shtohet edhe për shkak të ardhjes së emigrantëve. Radhët e gjata të automjeteve që vinin nga Muriçani fillonin që nga ish fabrika Cimentos dhe shtriheshin deri te kura e Bunës. Në rreth rrotullimin pranë kishës së Zojës, qarkullimi bëhej me shumë vështirësi, pasi aty automjetet vinë nga 3 drejtime të ndryshme. Vazhdimi në drejtim të Baqallëkut është i mundimshëm pavarësisht përpjekjeve të inspektorëve të qarkullimit rrugor për të orientuar automjetet. Në këto kushte trafiku të rënduar është e kuptueshme se gjithçka bëhet tepër e vështirë. Kapaciteti i urës së Baqallëkut me vetëm një korsi në dalje dhe një në hyrje nuk e përballon do të fluksin e madh të lëvizjes, dhe pritjet në radhë janë të pashmangshme. Paraditja 1 majit në dalje të Shkodrës me trafik kaq të rënduar që arrinte deri në Xhabie është një sinjal paralajmërues se gjatë sezonit veror do të ketë jo pak dikë të ngjashme. Prandaj bëhet e domosdoshme që ekspertët e qarkullimit dhe autoritetet vendore të mendojnë për masa afashkurtra që kanë të bëjnë me lehtësimin e trafikut në këtë pikë gjatë kësaj periudhe, pasi ky problem merr zgjidhje përfundimtare vitin e ardhshëm, me përfundimin e ndërtimit të urës paralele të Baqallëkut dhe zgjerimin e rrugës deri tek Harku i Bërditës.